që ndërruar muslimani duhet që gjuhën e tij me ruaj. Dhe duhet ta dinë që çdo gjë që nxjerr për gojës së tij i shkruhet. Ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Dhe për çdo fjalë që njeriu thot ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm, pra me shënuar fjalën të cilën ai e thot. Ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم." Ju e përcjellit me gjuhë tuaja dhe flisit me gojë tuaja diçka për të cilët ju nuk kishit dijeni, dhe ju këtë e konsideroshit si një gjah të lehtë, ndërkohë që dhe Allahu konsiderohej e madhe. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që me fol gjëra të mira, mirësi, gjëra të dobishme ose me hesht, ashtu siç na ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadith: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ai cili e beson Allahun azza wa jall dhe po ashtu e beson ditën e gjykimit, atëherë le të flasë mirë ose le të hesht. Një ditë me ditë Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pyet profetin alayhis salam për diçka të dobishme në lidhje me fenë e tij, sepse aspiratat, dëshirat e sahabëve shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë të tjera. Ata kanë po se si me përmirësu relatën e vetë me Allahun azza wa jall, dhe kanë të interesuar, kanë pyet profetin alayhis salam. Edhe pyet Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu profetin alayhis salam duke i thënë: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni min an-nar." Më trego, i thot profetit alayhis salam, për një vepër e cila bëhet shkak që unë me hinë në xhennet dhe me u largu nga zjarri i xhehenamit. Edhe mes të tjerë është profeti sallallahu alaihi wasallam i thot Muadh ibn Jabalit, i thot: "Kuffa alejka hadha." Bën me gish nga gjuha edhe i thot: "Frenoje këtë." Frenoje pra gjuhën, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. E pyet Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, atëherë i thot profeti sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal: "Wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." E çfarë tjetër, i thot profeti alayhis salam, i tërheq njerëzit për në xhehenem përveç se asaj që korrin me gjuhët e tyre. E me korrin e gjuhës të nënkuptojmë shpërblimin e asaj që flasim, ose dënimin e asaj që meritojmë që ose na i kalojmë caqet e Allahut azza wa jall. Nënkuptojmë arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala ose përfitimin e zemërimit të Allahut azza wa jall. Dhe njeriu me fjalët dhe me veprat e tija mbjell në këtë botë të mira edhe të këqija, veprat mira dhe veprat liga. Këto i korr në ditën e gjykimit, korr ato që ka mjell në këtë botë. Ai cili ka mjell veprat e mira, qofshin tyne për fjala apo për veprave, atëherë në ditën e gjykimit ka me korr mirësi, begati dhe shpërblime nga Allahu azza wa jall. Kurse ai tjetri i cili ka mbjell veprat të këqija ka me korr humbje dhe pendim në ditën e gjykimit, duke përfituar zemërimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej gjunaheve të gjuhës, në radhë të parë ban pjesë shirku, adhurimi i dikujt tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, gjunahi i cili është gjunahu më i madh me të cilin mundet njeriu me taku Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe duhet absolutisht me largu çdo lloj forme të shirkut, qoftë ajo me gjuhë, me vepër apo me zemër. Po ashtu në gjunahet e gjuhës bën pjesë edhe me fol për Allahun azza wa jall pa dije. Bën pjesë po ashtu dëshmia e rrajshme, me u betu rrajshëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Është magjia, është pifja, është rana, gënjeshtra, është përgojimi po ashtu edhe të iqimi i fjalëve në mesin e muslimanëve. E ndoshta njeriu nuk i kushton rëndësi këtyre gjërave që i thot me fjalën me gjuhën e tij, porse ato kanë një peshë të madhe tek Allahu azza wa jall, ashtu siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith duke thënë:
إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. Dikush mund me fol një fjalë, me nxjerr një fjalë, të cilës nuk I kushton rëndësi, yahwi biha 70 kharifa. Edhe si shkak I kësaj fjalë të cilën ai e flet dhe që nuk I kushton vëmendje, e bën kjo fjalë që me u hall në zjarrin e xhehenamit për 70 vite, thot profeti alayhis salam. E tek të parë kanë të devotshëm ekziston një frikë e madhe për gjinoheve të gjuhës dhe pasojave të këqija dhe të rëndë që ka shkelja asajve të Allah të zëvëgjit me anë të gjuhës. Ebu Bekir radiallahu anhu, sahabiju profetit sallallahu alaihi wasallam, ma I miri I këtij ummetit mas profetit sallallahu alaihi wasallam, e kapte gjuhën e tij edhe thonte inna hadha awradani al-mawarid. Me të vërtetë që kjo është nga ku me vinë të gjitha të këqijat. Kurse Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu pa thënë betohem në Allahun azza wa jall, të cilit nuk I takon adhurimi askujt tjetër përveç atij, se nuk ka mbi tokë diçka tjetër që ka nevojë me u burgos më tepër se sa gjuha. Ndërsa Hasan al-Basriu thoshte, gjuha është prisi I trupit. Nëse gjuha gabon, atëherë edhe trupi ka me gabon. Kurse nëse gjuha është në rregull, edhe trupi ka me kanë në rregull. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që me fol shumë, pa dobi, shoh prej dobive të kësaj bote apo të botës tjetër. Me fol shumë pa dobi e ngurtson zemrën e muslimanit. Duke thënë profeti alayhis salam thot, la tuksiru al-kalama bighayri dhikrillah. Mos e teproni të folurit pa e përmend Allahun azza wa jall, pra mos flitni shumë pa e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب. Sepse me të vërtetë që me fol shumë tepër pa e përmend Allahun azza wa jall e ngurtson zemrën, a shkak që zemra e njeriu do u ngurtsu. Wa inna ab'ada an-nas min Allahi al-qalbu al-qasi. Dërsa njeriu më I largët prej Allahut subhanahu wa ta'ala është njeriu me zemrën e ngurtë. Na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Dërsa Omer radiallahu anhu, khalifja e dytë I muslimanëve, thoshte se kush e tepron në të folun, I shtohen gabimet. E kujt I shtohen gabimet, I shtohen gjunahet. E kujt I shtohen gjunahet, atëherë xhehenami është më afër tij. Prandaj njeriu duhet që me fol për gjëra të dobishme, qofshin ato për fenë e tij apo për dynjan e tij. Edhe me hesh ndaj gjërave që nuk I bojnë dobi prej dynjas së tij apo prej fesë së tij, duke e ditë që gjuha është përkthyesi edhe zëllënësi I zemrës. Dhe po ashtu I kretë organeve të trupit, ashtu siç tregon profeti alayhis salam në hadith duke thënë, idha asbaha ibnu adama fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Në çdo ditë që lindilli, organet e trupit, pjesët e tjera të trupit I drejtohen zemrës duke I thënë ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Kje frikë Allahun azza wa jall në lidhje me ne, sepse na vi mas teje, pra, shkojmë mas teje. Fa in istaqamna istaqamna. Nëse ti kime ka në rrugë të drejtë, edhe na kena me ka në rrugë të drejtë. Wa in i'wajajta i'wajajna. Edhe nëse ti kime shku në rrugë keqe, në rrugë gabume, në rrugë të shtrenjtë, edhe na kena me shku në rrugë të shtrenjtë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. جماعة اليوم mënyrat se si gjuha jon mund të zhyt në gjinoha jon të lloj-llojshme. Mund të përmendem disa prej tyre në formë të shkurtuar. E para është që me fol njeriu për gjëra që nuk ka dobi siç e përmendëm më parë. Me fol për gjëra që nuk I bojnë dobi as në fenë edhe as në dynjan. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Për islamin të mirë të personit është mos me u marrë me gjëra që nuk I interesojnë. Pra mos me u marrë me punët e tjerëve dhe mos me u marrë me gjëra që I bezdisin të tjerë, sepse ne shpesh merrem me punë të haku dhe nuk merrem me punën tona, mosha duke bezdisë tjetër.
Ndërkohë që profeti alayhis salam na ka thënë që për Islamit e mirë të personit është mos me u marrë me gjëra që nuk i interesojnë. Po ashtu më u zhyt në bisedat e kota, duke i përhap haramet që ndodhin në mesin e shoqërisë tonë, duke biseduar dhe duke i përhap ato tmetat dhe haramet që ndodhin në shoqërinë e njerëzve ku jetojmë, sepse kjo në kanë që mu përhap edhe më tepër këto të qia. E për këtë Allahu Azza wa Jalla thotë në Kur'an: innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ato që duan që të përhapen shpifjet e turpshme apo imoralitetin ndër besimtarët i për një dënim i rëndë në këtë botë dhe në tjetrën, e Allahu i din të gjitha gjanat dhe ju nuk e dini. E muslimani në të kundërtën e ka për detyrë që nëse e di një gabim tek muslimani tjetër, mos me përhap. Nëse e di një tëmet tek muslimani tjetër, me jam sheh, me jam lu, jo me jam përhap. Me e këshillu dhe me u bë faktor përmirësimi i tij, me u mundu që me rregullu vën musliman, sepse muslimani është pasqyra e muslimanit, ndërsa përhapja e tëmetave të muslimanëve është prej cilësive të munafikëve, të dëftyrshave. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ne na ka thënë në hadith: ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu. O ju që keni besu me gjuhë tuaja, edhe imani nuk ka hi akoma në zemrat tuaja. Thot: la taghdabu al-muslimin, mos imani musliman në vërgoj. Wala tattabi'u awratihim, edhe mos I pasoni ato tëmetat e tyre, mos I kontrolloni, mos I shkoni mas aty tëmetave që kanë, sepse nuk ka njëri po tëmeta. Edhe vazhdon e thot: fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi baytihi. Sepse ai që tenton me përhap tëmetën e shokut të vet, tëmetën e vëllazëve vet, Allahu ja përhap gabimet e tija derisa ta tërpnoj edhe mbrëm në shtëpinë e tij, E treta është kur muslimani flet me fjalë vulgare, shan, ofendon, mallgon. E të don këto cilësi nuk janë për cilësive të besimtarit të Allahut Azza wa Jall. Shpesh disa njerëz e kanë për zakon me shah edhe me mallku, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë: la'nul muslimi ka qatlihi. Mallkimi I muslimanit me e mallku muslimanin është si me e vëra atë. Ndërkohë që në anën tjetër në ka eduku duke në thënë: lejse l-mu'minu bit-ta'an, besimtari nuk është akuzus, wala l-la'an, edhe nuk është mallkus, wala l-fahish, edhe as fys, pra me fjalë të ulta, wala l-badhi, edhe as vulgar. Nëse ka për atyre që kanë mos pajtime me vllajën e vet musliman apo me shokun e vet, gjuhën e tij e përdor duke e shah, duke u ofendu, duke e ul, duke e etiketu me cilësi të ulta, të cilat nuk I posedon. Ai nuk e din se mbi vete ka marrë një barr të rënd, edhe ka më dhënë llogari për fjalët që është duke nxjerr. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, Allahu Azza wa Jalla na tregon se si mund sjell në këtë fash njerëzish, me këto njerëz të paditur. Allahu Azza wa Jalla na tregon gradën më të lartë se si mund sjell me këto lloj personash. Duke na thënë në Kur'an: wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a. Nuk barazohet e mira me të keqen. Idfa' billati hiya ahsan. Të keqen feja me të mirë thot Allahu Azza wa Jalla. Por se çanol në momentin që na e kthejmë të keqen me të mirë, na tregon Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Edhe atëherë armiku jot ka u bë me njëherë miku jot I ngushtë. Miku jot I ngushtë thot Allahu Azza wa Jall. Por se kush arrin këtë? Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Nuk arrin këtë gjë vetëm sa ato që kanë sabër, bojnë durim. Wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'azim. Edhe nuk arrin këtë gjë vetëm sa ato që kanë fat të madh thot Allahu Azza wa Jall. Po ashtu prej domave të gjuhës janë edhe sakat e tepërta. Me që është shumë më tepër se sa bën me vllajën musliman.
Kjo sepse e hall poshat e respektin, dashamirësinë edhe nxit urrejtjen në mesin e muslimanëve. Ndërkohë që me qesh shakaja e lehtë e pranuar e ka bërë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e pranuar, por se sa herë që ka bërë shaka profeti sallallahu alaihi wasallam, ka bërë shaka me të vërtetën pa gënjim. Për i damave të tjera po ashtu është tallja për çmimin, në çmimi i njerëzve, për sjellje të metave të tyre dhe gjurmimi i gabimeve të tyre. E krejt kjo është e ndaluar, siç na thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, "Wailul likulli humazatin lumazah." Mirë për çdo njeri që përqesh dhe shpif, thot Allahu azza wa jalla. Mirë për të cilin person i cili marrë me të metat e njerëzve, ja ul vlerat atyne e kjo të shoh me fjalë apo me vepër. Pika tjetër është përgojimi edhe pejqimi i fjalëve. Edhe është në pikat kryesore që njeriu korr të këqija në ditën e gjykimit në gjuhën e tij. Këto janë prej gjinoheve të mëdha. Moshta na i konsiderojmë të vogla në mesin ton, Allahu na uzof në të vërtetën. Por përgojimi edhe pejqimi i fjalëve janë prej gjinoheve të mëdha. Allahu azza wa jalla kur ka folur për përgojimin në Kur'an, ka thënë "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." A mos don në një periudhë që me e hangër mishin e vllazës të vdekur, ka përngjasu këtë gjasje i person që hën mishin e vllazës të vdekur. Po ashtu në lidhje me tejqimin e fjalëve për të njëjtit të tjetrit. Në polemu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai që tejqon fjalë, është shkak për dënimin në varrin e tij. Një ditë për ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi me shokët e tij afër dy urrëve. Edhe i thot shokëve të tij në lidhje me banorët e tyre dy varreve, i thot "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Të dy persona janë duke u dënuar. E kjo është prej gajbit, është prej atyre gjanave që vinë vetëm me shpalljen e Allahut azza wa jalla. Këto persona janë duke u dënuar dhe nuk janë të u dënuar për një çështje të madhe, por në sytë e njerëzve. Thot për njërin prej tyre, ajo që na intereson ne në këtë mes, është thotë kana yamshibin namim. Ai të i çonte fjalë për të njëjtit të tjetrit. Filani ka thënë për ty kështu, edhe filani ka thënë për ty kështu, duke u bërë shkak që me prisë në mesin e muslimanëve. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka thënë la yadkhulul jannata namam, nuk hyn në xhennet ai që të i çon fjalë për të njëjtit të tjetrit. Sepse ai person që bën këtë vepër i përçon njerëzit, mjell në zemrat e tyre urrëtie dhe armiqësi, i shkatron familjet edhe në këtë mënyrë shkatron edhe shoqërinë. Allahu azza wa jalla i ka përmend këtë person në Kur'an duke thënë "Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masha'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim." Por ti mos ju bin çdo personit që betohet edhe është i ul, shpifës edhe për hap khashefeme, pengus veprash të mira edhe kalon kufi dhe është keqbërës. Prandaj na duhet që me i rujt gjuhën tona dhe me i mat ato fjalët tona përpara se me i nxjerr. Sepse njeriu para se me fol e posedon fjalën, është i zoti i fjalës. Në momentin që e nxjerr fjalën, atëherë fjala e posedon atë.